Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, pritën një takim të rëndësishëm Këshillin e Prindërve të Tiranës. Objektivi i takimit ishte diskutimi dhe marrja e masave për koordinimin më të mirë të zinxhirit të përgjegjësive me qëllim përmbushjen e një prej prioriteteve absolute të punës së Policisë së Shtetit, garantimin e sigurisë së fëmijëve. Disa nga temat e diskutuara gjatë takimit ishin siguria e nxënësve në ambientet e shkollës dhe përreth saj, siguria rrugore përreth shkollave, siguria kibernetike dhe mbrojtja e fëmijëve online, garantimi i sigurisë gjatë aktiviteteve sociale, në të cilat janë të përfshirë fëmijë dhe të rinj, bashkëpunimi midis komunitetit të prindërve dhe Policisë së Shtetit. Drejtori i përgjithshëm e vlerësoi shumë të rëndësishëm këtë takim dhe rekomandimet e përcjella nga Këshilli i Prindërve të Tiranës, pasi kishin të bëjnë me sigurinë e fëmijëve, të cilët janë e ardhmja e vendit. Drejtori garantoi Këshillin e Prindërve të Tiranës se strukturat e Policisë së Shtetit në të gjithë vendin janë maksimalisht të angazhuara për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar veprimet me të gjithë aktorët e zinxhirit të sigurisë në shkolla. Ndër të tjera, gjatë takimit drejtori Proda u shpreh se Policia e Shtetit e ka prioritet sigurinë në shkolla. Policia vlerëson maksimalisht çdo konflikt dhe ato të vogla ndërmjet bashkëmoshatarëve në bashkëpunim me oficerët e sigurisë, drejtuesit e shkollave dhe patjetër me bordet e prindërve që kanë një rol thelbësor në këtë proces. Kam dhënë porosi të veçantë që pavarësisht ngarkesës që kanë shërbimet policore, të intensifikojnë monitorimet në shkolla, sidomos gjatë javëve të fundit të mësimit, duke bashkëpunuar ngushtësisht me oficerët e sigurisë, punonjësit social dhe me policitë bashkiake.